çfarë atmosfere. Shpresoj që dhe ju përmes ekranit jeni duke e shijuar po ajsa dhe ne këtë mbrëmje fantastike. Jemi në një puntat shumë ndryshe nga ato të tjerat, në një puntat ku jo vetëm gara është e rëndësishme, por është e rëndësishme që të kalojmë një kohë të bukur me njëri tjetrin dhe të presim kështu gëzuar hareshëm vitin e ri 2026. Jam këtu me Nicole Prendin dhe dua në fakt Nicole të japësh një urim për gjithë ata që po na ndjekin, për gjithë fansat e tu le të themi, cili do të ishte urimi yt për vitin e ri. Ju uroj të gjithëve gëzuar vitin e ri 2026 me sa më shumë fat dhe mbarësi. Deri këtu në këtë puntat ku kemi arritur, cili është mesazhi yt? Jeta është një sfidë. Edhe Fishta kishte një sfidë në jetë. Sfida e tij ishte të mësonte njerëzit që të duan njëri tjetrin. Unë në jetën time jam rritur me dashuri dhe vazhdoj të rritem si i tillë. Më pëlqen të flas, të shoqërohem, por edhe sfidat i dua. Shpesh mendoj me veten se kam modesti të tepruar, por ndonjëherë them bravo, sepse unë dua njerëzit. Në kohët e lashta ku telefoni e televizori nuk ekzistonte, njerëzit janë dashur pa kushte, por me emocion të së vërtetës. Në lahutën e Malësisë thot, nëse dashuria e tringës, vashit së bukur trimëresh, nuk barazoj me dashuri, atëherë dashuria që nga e verbër. Dhe unë kam një dashuri të fitoj çdo garë, sikur atë Gjergj Fishta me lahutën e Malësisë. Sa i bukur ishte mesazhi yt Nicole, sepse shpesh herë në njerëzit na merr rutina, gjatë vitit mendojmë vetëm për sfidat, jemi modest, mendojmë vetëm le të themi për problemet. Por mendoj që kjo është periudha më e bukur për të mbledhur gjithë bashkë, për të shpërndarë mesazhe të bukura si ky i Nikolës, për të qenë gjithë bashkuar dhe për të festuar këto festa të bukura të gjithë së bashku dhe sigurisht për të dhuruar shumë dashuri. Nicole, atëherë dhe sot do të interpretosh një poezi si gjithmonë dhe në puntatet e tjera dhe sot nuk do të mungosh. Kishin hyp një rrezë dielli, ai shën pjetre, ai shën mhilli, e po flisnin për jallë të vjetër, ai shën mhill me një të shën pjetër. Se Shqipnia u rrudhe vogël, për shqiptarët sa i gogël. Lenet shenjtë mos ta zgjasim, zbresim tokë, Shqipninë e masim. Morën e qentit një lam shmnashit, nisnë e matën përvez tashit. Mirë po lamshi u ka me, por s'ja kanë mbrit qentin qaf pejnë. Edhe nese mos me zgjat, si me e matë Shqipninë e ngratë. Peni mnashit ashtë maru, vrik kalon drejt që i malku. I kanë pre kryt, e lkurën i kanë rru. E me atë lesh kanë bani dredh djallit, qysh so matë me dredh djallit, as një punë s'na shkën për smarit. Se sa nisim një punë të re, të parë që prishim jemi ne. Troq dy fjalë gjithë kombit në barë, sy ndër sy me ja thanë deshta. Ma zër mblidhen dy shqiptarë, se sa mblidhet i thes me pleshta. Faleminderit. Shumë faleminderit Nicole për këto fjalë të bukura, të uroj festa të gëzuara për ty dhe familjen tënde. Faleminderit.